të kualifikuar për të quajtur dishekuj të Jezusit? Shumë flasin për Perëndin, por çfarë thot Perëndia për veten? Perëndia i zbulon atributet e tij në shkrim, por 4 prej tyre janë thelbësor për t'i mësuar. Pa i njohur këto 4 atribute, askush nuk mund të quhet dishepull i Jezusit. A jeni ju dishepull i tij? Si mund ta njohim dikë? Si mund ta njohim një njeri? E vetmja mënyrë për të mësuar ndonjë gjë për ndonjë njeri është përmes atyre që ai njeri thot për veten e tij ose të saj, apo jo? E vetmja mënyrë që dikush të di diçka për ju nuk është përmes atyre që thon të tjerët për ju, por përmes atyre që ju thoni për veten. Dhe ky rregull vërtet zbatohet më specifikisht, më në veçanti për Perëndin. Nuk ka në rëndësi ato që them unë për Perëndin, nuk ka në rëndësi ato që thon njerëzit për Perëndin, nuk ka në rëndësi ato që thoni ju për Perëndin, nuk ka në rëndësi ato që thot ndonjë teolog i madh për Perëndin, nuk ka në rëndësi ato që thot pastori i ndonjë kishe të madhe për Perëndin. Jo. Ka rëndësi ajo që Perëndia thot për veten. A mund të dëgjoj një amen? Dhe për këtë arsye, në këtë seri me 4 pjesë, do të vazhdojmë aty ku e lam me serin tjetër me 4 pjesë që e mbyllëm më parë, ku folëm për dishepullizimin dhe për cilësitë për dishepullizimin. Tani këto janë ato që unë i quaj 4 mësimet e domosdoshme për një dishepull, apo për dishepullizimin themelor. Sepse nuk janë me zgjedhje, por janë mësime të domosdoshme. Më dëgjoni me kujdes. Askush, dhe për këtë do të bëj një deklaratë të madhe, por askush nuk mund të quhet dishepull i Jezusit pa i kuptuar plotësisht këto 4 gjëra që do të shohim sot. Por mos i besoni fjalës time, tashmë ju a kam thënë këtë, por shqyrtoni shkrimin. Shkoni te fjala e Perëndisë. Perëndia na thot shumë gjëra për vete, pikërisht në shkrim. Këto janë ato që ne i quajmë atributet e Perëndisë. Për shembull, Perëndia na tregon për mençurinë e tij. Ai na tregon për vërtetësinë e tij. Ai na tregon për mëshirën e tij. Ai na tregon për hirin e tij. Ai na tregon për drejtësinë e tij. Ai na tregon për dashuritë e tij. Ai na tregon për zemërimin e tij ose zemëratën, siç e thonë në disa zona. Ai na tregon për mirësinë e tij. Ai na tregon për besnikërinë e tij dhe lista vazhdon e vazhdon pafund. Por është diçka, është një gjë që Perëndia e thot për veten e tij, e cila i kontrollon të gjitha atributet e tjera të Perëndisë, që sapo ju tregova dhe shumë të tjera. Dhe ky është sovraniteti i Perëndisë. A mund ta thoni bashkë me mua? Sovraniteti i Perëndisë. Sovraniteti absolut i Perëndisë dhe sundimi i plot mbi krijimin e tij është boshti rreth të cilit rrotullohen të gjitha atributet e tjera të tij. Prandaj nëse nuk kuptoni sovranitetin e Perëndisë, nuk do t'i kuptoni të gjitha atributet. Dikush mund të thotë, prit një minutë, Michael, prit një minutë. Pse sovraniteti i Perëndisë është çelësi i cili kontrollon gjithë atributet e tjera të tij? Pyetje shumë e mirë, faleminderit që pyet. Të gjithë ne këtu bijem dakord, nuk do t'ju kërkoj që të ngrini dorën, por e di që të gjithë ne këtu bijem dakord që Perëndia është dashuri, apo jo? Edhe jo besimtarët shpeshherë thonë, po, Perëndia është dashuri. E po, nëse Perëndia nuk do të ishte sovran, nëse Perëndia nuk do të ishte plotësisht sovran, faktorët e jashtëm do ta pengonin dashurinë e tij. Apo jo? Nëse ai nuk do të ishte plotësisht sovran, atëherë dashuria e tij do të ishte e kushtëzuar. Dhe Bibla që nga fillimi deri në fund na thotë se dashuria e Perëndisë është e pakushtëzuar. Një varg që ka ndikuar gjithë jetën time. Edhe pse mund të qëndroj këtu përpara jush dhe t'ju citoj 100 vargje nga shkrimi për sovranitetin e Perëndisë. Një varg që ka ndikuar në jetën time është Efesianëve kapitulli 1 vargu 11.
Mund të citoj shumë vargje, por te ky dua që të përqendrohemi sot. Fjala e Perëndis thot se Perëndia do t'i bëj të gjitha gjërat sipas këshillës së vullnetit të tij. Çfarë do të thot kjo? Do të thot se njohuria e Perëndis, autoriteti i Perëndis, fuqia e Perëndis dhe sundimi i Perëndis, të gjitha janë të zgjatura deri te gjërat më të vogla në të gjithë universin. Edhe te harabeli i vogël, thot Jezusi, këtë mëngjes kur krehet flokët, Perëndia tha, le të bjerë floku me numër 1.555.000 dhe ai mbeti te krehëri. Ja, sa në kontroll të plot është Perëndia ynë. Këtë kuptim ka sovraniteti i Perëndis. Perëndia e tha dhe Perëndia e konfirmoi në fjalën e tij. Do të thotë se pushteti i Perëndis është mbi, është përtej, është nën dhe është përreth çdo gjëje. A mund të dëgjoj një amen? Të dashur, më dëgjoni pak, ju lutem, më dëgjoni pak sepse e di që kjo është një temë pak delikate për disa njerëz në varësi të kishës nga e cila vini. Denominacionet kanë debatuar për këtë. Në të gjithë përshtjellimin që na rrethon pikërisht tani, plani i Perëndis qëndron suprem. Askush nuk mund ta pengoj planin e Perëndis. Dikush ka thënë se rrugët e Perëndis janë të fshehura, por Perëndia i kontrollon të gjitha skenat pas të cilave është. Atyre prej jush që më kanë dëgjuar për një kohë të gjatë, por edhe atyre që po më dëgjojnë për herë të parë, dua t'ju them se nëse ju shpëton kjo, do t'ju shpëtoj çdo gjë tjetër për Perëndin. Por jam i sigurt se dikush më të thotë, po Michael, çfarë përpiqesh të thuash, që ne nuk kemi vullnet të lirë? Sigurisht që kemi vullnet të lirë. Por vullneti ynë i lirë nuk ka fuqi mbi sovranitetin e Perëndis. Ata që zgjedhin që ta refuzojnë ofertën e Perëndis për falje dhe për jetën e përjetshme përmes Jezus Krishtit, do të marrin mbi veten e tyre një përjetësi të errët. Ata që zgjedhin që të jetojnë pa Perëndin, Perëndia i lej që të marrin atë që duan. Perëndia i respekton zgjedhjet tona. Dhe nuk duhet ju shpëtoj kjo, duhet ta kuptoni këtë, që edhe kjo është pjesë e planit të Perëndis. Sepse Perëndia bën çfarë? Sipas këshillës së vullnetit të tij. Por ka diçka që unë dhe ju duhet ta dim për krijuesin ton të universit. Ai është sundimtari dhe mbreti sovran i gjithë krijimit. Por e dini se çfarë? Shumica e njerëzve dalin në dy përfundime të gabuara kur dëgjojnë për sovranitetin e Perëndis, në dy përfundime të gabuara. Nga njëra anë, disa njerëz e mohojnë realitetin e sundimit suprem të Perëndis mbi të gjitha gjërat. Nga ana tjetër, disa mohojnë mirësinë e përsosur të Perëndis në autoritetin drejtues mbi universin. Që të dyja të gabuara. Disa në mënyrë të gabuar e mohojnë realitetin, të tjerët në mënyrë të gabuar mohojnë natyrën e Perëndis. Disa do të thonë, ose Perëndia nuk është në kontroll të përsosur, ose vullneti i tij nuk është përsosmërisht i mirë. Janë shkruar libra për këtë. Këto janë dy përfundime të lehta në të cilat del mishi njerëzor. Ajo pjesa jon e rënë që nuk është shpenguar ende. Sidomos, më dëgjoni pak, sidomos kur shohim të keqen e pastër dhe vuajtjet në botë. Unë dua që ta dini se e kuptoj vërtet në fakt, në një pikë të jetës time kam dalë në të dy këto përfundime të gabuara. Sepse ne, njerëzit, duam ta sjellim Perëndin në nivelin ton. Nuk e durojmë dot që të mos jemi vetë në kontroll.
Kuptoni që të dy këta përfundime janë të rreme, sipas fjalës së Perëndis. Pse? Sepse Perëndia bën çfarë? Zoti ju bekoft, sipas këshillës së vullnetit të tij. Tani më lejoni ta trajtoj këtë duke ju kërkuar që t'i bëni vetes dy pyetje. Në rregull? Pyesni veten dhe përgjigjuni vetë. Nuk keni pse ja tregoni njeriu tjetër. Pyetja e parë është kjo. Dhe për këtë mund të më përgjigjeni mua me zë të lartë. Perëndia nuk do të mërzitet me ju nëse bërtisni në kish. Sidomos kur i përgjigjeni një pyetje të pastorit tuaj, mirë? A është problem që të ndihemi të përshtjelluar? A është problem të ndihemi të përshtjelluar kur shohim Perëndin të bëj gjëra që nuk i kuptojmë? Zoti ju bekoft. Ja përse më pëlqen kjo bashkësi. Po, sepse si krijesa ne nuk i dim të gjitha arsyet për gjithçka që bën Perëndia. Perëndia nuk na jep ne llogari. Ne nuk kemi të drejtë që t'i kërkojmë Perëndis të na shpjegojë gjithçka që bën. Ja se çfarë thot Perëndia tek Isaia 55:8 dhe 9. Mendimet e mia nuk janë mendimet tuaja. Ashtu si qiejt janë më të lartë se toka, kështu edhe mendimet e mia janë më të larta se mendimet tuaja. Por e dini ku qëndron problemi? Unë mendoj vërtet dhe këtë e kam parë me vetë sytë e mi te njerëzit. Ne mendojmë se Perëndia, njerëzit e trajtojnë Perëndin gati si një zyrtar qeveritar, më kuptoni, si një guvernator apo president ose një politikan. Kështu e mendojnë, kështu e shohin Perëndin. Sikur Perëndia duhet të na i shpjegojë ne politikat e tij dhe të mbrojë vendimet që merr, dhe po nuk e bëri ne votojmë për ta larguar nga detyra. Por për shkak se nuk e dim se si ta largojmë Perëndin nga detyra, ne i kthejmë shpinën atij. Për shkak se ne nuk dim se si ta largojmë Perëndin nga detyra, ne e nxjerrim jashtë nga jeta jonë atë. Unë kam parë madje edhe disa të krishterë që në zhgënjim dhe zemërim kanë patur një lloj dashurie të ftohtë ndaj Perëndis. Dëgjoni se çfarë thot Mojsiu te ligji i për të rirë 29:29. Është e lehtë për të mbajtur mend, ligji i për të rirë 29:29. Gjërat e fsheta i përkasin Zotit Perëndis ton. Por gjërat e shfaqura janë për ne, me qëllim që pse të zbatojmë në praktik tërë fjalët e këtij ligji. Tani, ka shumë gjëra që Perëndia sovran na i zbulon neve. Disa gjëra ai na i zbulon neve. Ai do që krijimi i tij ta njohë atë, po flas për zbulesa të përgjithshme. Ai do që ne të dim disa gjëra të caktuara për të, pra krijimi i tij të di disa gjëra të caktuara për të. Por jo gjithçka. Jo gjithçka. Tani, pyetja e dytë, unë ju thash se duhet i bëni vetes dy pyetje. E para ishte, a është mirë të përshtjellohemi? Mirë? Kur shihni gjëra që nuk i kuptoni dhe thoni pse Perëndia po e bën këtë? Tani, pyetja e dytë është kjo. Mos vallë sovraniteti i Perëndis do të thotë që ne nuk dim asgjë për të? Jo! Absolutisht jo! Ky është vetë thelbi i krishtërimit. Perëndia e ka zbuluar plotësisht veten në Jezusin. Perëndia na ka dhënë gjithë informacionin që na nevojitet në mënyrë që të jemi në gjendje të marrim vendime të arsyeshme. Perëndia ka zbuluar aq shumë për veten e tij në Jezusin. Pse? Që ne të mund të vendosim nëse do ta pranojmë si shpëtimtar dhe Zot apo ta refuzojmë dhe pastaj të marrim pasojat e kësaj. A duam që t'i nënshtrohemi atij apo ta refuzojmë? Pyetje. Çfarë do Perëndia që ne të dim për të? Po flas për njerëzimin në përgjithësi. Unë kam për të ardhur të dishepujt pas pak. Çfarë do Perëndia që njerëzimi të di për të? Më dëgjoni me kujdes, ju lutem, të gjitha këto janë në fjalën e Perëndis. Unë nuk jam aq i zgjuar sa ta gjeja vetë përgjigjen. Ai do që ne të dim se Perëndis
i pëlqen që të shpëtoj mëkatarët të cilët janë të penduar. Perëndia do që ne të dimë se ai kaloi shumë shekuj duke e përgatitur botën për ardhjen e birit të tij. Perëndia do që ne të dimë se biri i tij, Zoti Jezus Krisht, erdhi në botë në kohën e caktuar. Perëndia do që njerëzimi të di se ata që e kanë marrë dhuratën e shpëtimit dhe jetës së përjetshme duhet ta ndajnë këtë me të tjerët. Perëndia do që ne të dimë se biri i tij, duke vdekur në kryq për ne, mori mbi veten e tij ndëshkimin e mëkatit ton, duke kënaqur drejtësinë e Atit. Perëndia do që ne të dimë se biri i tij u ringjall nga varri në ditën e tretë për t'i siguruar besimtarët edhe për ringjalljen e tyre. Perëndia do që ne të dimë se biri i tij u lartësua në të djathtë të qiellit dhe ai po sundon dhe mbretëron në fronin e tij në majtë të universit. Dëgjoni me kujdes. Dhe që nga froni ai i fton mëkatarët që të vinë tek ai, të pendohen për mëkatet e tyre. I fton që të vinë tek ai dhe të besojnë tek ai. Ai pas kësaj me dashuri i drejton ata për gjatë gjithë jetës. Dhe në fund ai i merr ata me vete në shtëpi në qiell. Këtë kërkon ai që të di gjithë njerëzimi. Po pastaj për të gjithë ne që kemi shkuar tek ai, për të gjithë ne që jemi përgjigjur ftesës së tij, për të gjithë ne që e quajmë veten dishepuj të Jezusit, për të gjithë ne që jemi shpenguar përmes gjakut të Jezus Krishtit, çfarë do ai që të dinë dishepujt e tij? Çfarë do Perëndia që të dinë dishepujt e tij? E përsëris, këto janë tek e njëjta fjalë e Perëndis. Çfarë do Perëndia sovran që të dinë ata që janë përgjigjur dhe e kanë pranuar ftesën e tij? Çfarë do Perëndia që të dinë besimtarët dhe dishepujt e tij? Vazhdoj ta përsëris këtë që të mund ta kuptoni ndryshimin dhe dallimin. Ai do që ata të dinë se për shkak se ai është sovran dhe në kontroll, si pasojë, të gjitha gjërat bashkëveprojnë për mirë për ata që e duan atë dhe që janë thirrur sipas qëllimit të tij. Ai do që dishepujt e tij të dinë se ai do që të gjithë ata të përputhen me shëmbëltyrën e birit të tij Jezusit. Perëndia do që dishepujt e Jezusit të dinë se duhet ta jetojnë këtë jetë pa frikën e së ardhmes, sepse ai e kontrollon atë. Perëndia do që të gjithë dishepujt e Jezusit të dinë se duhet ta jetojnë këtë jetë pa ankth dhe shqetësim për rrethanat ku ndodhen, sepse ai i kontrollon ato. Perëndia do që të gjithë dishepujt e Jezusit të dinë se duhet ta jetojnë këtë jetë duke besuar se ai do të sigurojë, që t'i besojnë fjalës së tij, që të besojnë te premtimet e tij, që t'i binden urdhërimeve të tij, që çdo dishepull i zellshëm duhet të di se Perëndia është duke punuar në mbretërinë e tij dhe që ata janë në krahët e tij të përjetshëm. Perëndia do që dishepujt e Jezusit të dinë se ai është siguria jonë. Dhe që Perëndia, krijuesi i të gjithë botës, nuk lodhet kurrë, siç lodhemi ne, as nuk dobësohet. Perëndia do që ne të dimë, Perëndia sovran do që dishepujt e tij të dinë se ai është në kontroll të plot të punës tuaj, dhe të shtëpisë tuaj, dhe të fëmijëve tuaj, dhe të shëndetit tuaj, dhe të frymës suaj. Perëndia sovran do që dishepujt e Jezusit të dinë se nuk ka rëndësi sa e pamundur duket ëndra që ai ka vendosur në jetën tuaj, nuk ka rëndësi sa e vështirë duket detyra që ai ju ka dhënë, që nuk ka rëndësi se sa kohë duhet për të përmbushur atë që ai do që të përmbushni, që nuk ka rëndësi sa i madh është kundërshtimi që hasim për thirrjen tonë, që nuk ka rëndësi sa i egër është armiku që kemi përballë, që nuk ka rëndësi sa të zymta mund të duken gjërat, nuk ka rëndësi sa të pashpresa mund të duken ato. Ata që shpresojnë te Zoti do të fitojnë forca të reja, do të ngrihen me krah si shqiponja dhe do të vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur. Dhe mbi të gjitha këto gjëra, ai u jep dishepujve të tij, dishepujve të Jezusit, frymën e tij të shenjtë, për t'i forcuar ata, për t'i forcuar ata që të jenë fitimtar, për t'i forcuar që të jetojnë për të, për t'i forcuar që të bëjnë të gjitha gjërat që ai i ka thirrur të bëjnë.
O, miqtë e mi të dashur, më dëgjoni pak, sovraniteti i Perëndis duhet i tregojë gjithë dishepujve të Jezusit se hiri i tij është i mjaftueshëm, pavarësisht se çfarë po ndodh. Sovraniteti i Perëndis i tregon të gjithë dishepujve të Jezusit që ecin çdo ditë me të dhe i besojnë atij se Perëndia ynë është një kështjellë e fuqishme. Së fundmi, sovraniteti i Perëndis duhet t'u tregojë të gjithë dishepujve të Jezusit se nëse Perëndia është me ne, kush mund të jetë kundër nesh? Përkthimi im është ky. Nëse Perëndia është me ne, më vjen keq për çdo që është kundër nesh. Kush do të na ndaj nga dashuria e Krishtit? Do të jetë pikëllimi, angushtëtica, a përndjekja, a uria, a të zhveshurit, a rreziku, a shpata? Jo, në të gjitha këto gjëra, ne jemi më shumë se fitimtar për hir të atij që na deshi, sepse unë jam i bindur se as vdekja, as jeta, as engjëjt, as pushtetet, as lartësitë, as thellësitë, as ndonjë tjetër krijesë nuk do të mund të na ndajë nga dashuria e Perëndis që është në Jezus Krishtin Zotin tonë. E di që mbase nuk është kjo mënyra si i mësojnë studentët mbi sovranitetin e Perëndis në seminare apo shkolla biblike. Por vetëm kaq duhet të dini. Vetëm kaq duhet të dini për sovranitetin e Perëndis. Dhe nëse nuk e keni pranuar kur ftesën e tij të hirshme, qoftë nëse po na ndiqni nga mbar bota përmes satelitit apo internetit, kudo që të jeni apo edhe këtu në këtë shenjtore të mrekullueshme, nëse nuk e keni pranuar kur këtë ftesë të hirshme, nëse nuk e keni pranuar kur dhuratën e jetës së përjetshme dhe gëzimin që të dini se të gjitha mëkatet tuaja janë falur, mund ta bëni këtë sot. Ju mund ta bëni sot këtë. Ju mund ta bëni sot këtë. Si? Duke u penduar për mëkatet tuaja. Jo duke i përqafuar ato. Jo duke u krenuar me to. Por duke u penduar për to. Dhe kur ta bëni këtë, të gjitha premtimet e Perëndis për dishepujt e tij mund të jenë tuaja.